Punimet në stadiumin Flamurtari të Vlorës po avancojnë edhe më tej me ritme të shpejta. Këtë të premte në stadium ishin të pranishëm edhe përfaqësuesit e firmës greke, të cilët do të bëjnë të mundur shtrimin e tapetit të ri për të bërë një punë sa më cilësore. Ata u takuan me presidentin e klubit Sinan Idrizi për të diskutuar detajeve të investimeve infrastrukturore, të cilat do të jenë madhore, e që brenda një kohe të shkurtër do të bëhen realitet në stadiumin Flamurtari, duke bërë të mundur një transformim të konsiderueshëm të tij. Pamjet e filmuara këtë të premte nga televizioni 6+1 Vlora sjellin ecurin intensive të punimeve, ndërsa tashmë stadiumi është kthyer në një kantier ndërtimi në të gjithë territorin e tij, qoftë në fush, por edhe në tribuna. Pritet që gjatë gjithë verës të punohet me ritme tepër të larta për të bërë të mundur një investim i cili do të realizohet në stadiumin Flamurtari të Vlorës, duke ndryshuar krejtësisht pamjen e tij, qoftë në tapetin e stadiumit, por edhe në territoret e tjera të jashtme dhe të brendshme. Edhe pse ky investim do të jetë vetëm për një vit, pasi pas një viti mendohet që do nisë puna për stadiumin e ri. E megjithatë, Flamurtari i Superligës e ka kthyer në një kantier ndërtimi stadiumin e Vlorës për të bërë të mundur që nisja e sezonit në muajin gusht ta gjejë qytetin me një stadium tërësisht të ri, por edhe me kushte më komode për të gjithë ndjekësit e futbollit.